thot dhe gjykata. Po thot pretendimet e paditësit. Po në fund thot jemi në fund të emisionit do të bëjmë probleme. Dhe di çfarë vendosi. Po shqiptar na 53 mandate edhe 5 herë 20. Reformën drejtësie çoj Shqipërinë në Europë. Fal, tani me që jemi në fund të emisionit, do të themi një gjë. Sot nuk e kam mbyllur, se kemi kohë. Jo me një kuptimin jemi në përmbyllje. Jo nuk e kam për lajm, problemi është këtu. Që ne bëjmë një emision sot dhe duket sikur e gjithë drejtësia po i bën një padrejtësi të madhe zonjës Balloku, zëvendës kryeministres së Shqipërisë. Ndërkohë që zëvendës kryeministre e Shqipërisë dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë së Shqipërisë nuk është në akuzë nga opozita, por është në akuzë nga organet e drejtësisë se të pak, jo në më shumë se një rast. Po një sekund të mbylla por tash. Po pra, unë ta lash. Do ta thuash dhe ti tonë, unë s'do të ndërpres, betohem. Unë ta mbarojmë këtë time. Pra, sot po them edhe herë. Pra, s'po e thot opozita, po e thot drejtësia. Nuk po e thot opozita. Ne diskutuam fare ne këtë punën e fajësisë apo pa fajësisë. Jo, pra jo, këtë po them. Por sot kemi tagën. Nuk kemi tagën ta bëjmë. Nuk po themi. Dhe po them edhe herë, ne po diskutojmë dhe e bëm atë që drejtësia ishte pa qartë në vendimet e veta, por nga ana tjetër nuk po themi gjë të rëndësishme. Kjo drejtësia duhet apo jo ta hetojë Belinda Ballukun. Dhe kjo drejtësia po na thot neve mori një mas fillimi që ishte pezullimi. Që gjithë ne e kritikuam, sepse ishte një masë e cila, si më duke e butë në raport me atë që njerëzit dyshonin se zonja Balluku ka bërë pa e paragjykuar. Problemi është që qoftë ose logjikisht, qoftë një mazhorancë, ose një person, apo qoftë si një njeri, thotë që unë nuk kam frikë nga ajo që kam bërë, sepse kam zbatuar ligjin, logjikisht vetë zonjë do thoshte unë nuk e dua imunitet dhe i të kërkon të partisë ma hiq imunitetin dhe po se ka pranuar pikërisht pra sepse këtu kjo drejtësi i nderuar unë mund ta besoj që ajo ka dhënë dorëheqjen, por unë me këtë kuptoj diçka tjetër. Që këtu Zoti Rama nuk po mbron Belinda Ballukun, nuk ka hallin e Belinda Ballukut, sepse unë mendoj që drama e zonjës Balluku ka mbaruar dhe me shumë gjas komisioni i mandateve do t'ja heqë imunitetin. E vetmja gjë. E ke ndruar ti tani Bledi këtë sem, përpara thoje që si ja heqin. Jo, sepse gjatë kësaj kohe që bletëm ne negociuam dhe zgjidhëm një problem, i vetmi shqetësim gjatë gjithë kësaj kohe që ka qenë i Zoti Rama për të gjetur mekanizmin. Po si mund të heqë, pastaj të shkojnë në arrest ajo? O zemër kam fal, se s'duhet të flas shqetë, them që ajo ka mbaru halli gjithsaj që po diskutojmë ne nuk është halli Belinda Ballukut. Belinda Balluku është thjesht proksi për diskutuar atë që është shqetësimi kryesor në këtë mes, që nuk është i zotit Gogu, por është i kryetarit të partisë zotit Gogu, që pa se si me pezullimin mund shkojë dhe tek Belinda dhe tek Zoti Rama. Prandaj bëm një listë sot dhe çuditërisht vum presidentin të parë, avokatin e popullit të dytë dhe kryeministrin të tretë, që mos duket që në fakt alle dhe kur fjala e kësaj nisme nuk është as presidenti, as i presidenti është. Po i dyti avokati i popullit është? Unë di, i pari vendit është. Patjetër, po i dyti nuk është avokati i popullit, me që e ke lidhje, me që e ke rreshtimi. Dhe kryefjala gjithë kësaj nisme është thjesht paranoja e kryeministrit se mos me pezullimin shkohet edhe tek ai. Dhe duket qartë edhe një herë po i shkohem tek fjalimi që ka mbajtur sot, që është një fjalim i cili bën akuza për një komplot kundër tij që po vjen përmes mekanizmave të sistemit të drejtësisë. Një sistem drejtësie që thash deri para erës Balluku ishte një sistem të cilit ne i bindemi dhe askush nga grupi PS-s nuk mund pretendonte mbrojtje dhe krejt papritur mbas zonjës Balluku e deri me deklaratën e sotme ne shohim që këta prokurorët po bëjnë, si më thënë, po bëjnë karrierë dhe po mbushin civitet e tyre duke hetuar padrejtësisht Belinda Ballukun, Erion Velien dhe gjithë hajdutët e partisë së zotit Toni. Okej, Çipa. E di që ka një përgjigje zoti Gogu, po ja ti bëj një pyetje zotit Çipa. Sot pezullimi, po a mund të shtohen konfliktet institucionale mes politikës dhe drejtësisë? Apo shohim pra që sot, duke nisur nga sot, të materializohet ajo që kemi diskutuar prej kohësh, pra që politika do përplaset me drejtësinë. Ky do jetë viti pra. Tash mos e nxjerr drejtësinë se nuk është vënë fuqi dhe ndryshimi i kodit, mund të pezullojnë dhe në ministër tjetër ata. Derisa të vihet në fuqi. Po patjetër. Padyshim. Mund ta bëj spaku këtë. Po sot që flasim jemi me 242 në vjetër dhe me këtë propozim që është bërë nga mazhoranca tregon që spaku ka pas të drejtë dje. Kështu që mund ta bëjë edhe nesër derisa të miratohet ndryshi ai plotësimi. Dgjoj, mund të ketë. Jo, dgjoj. Do të ditë dalin fletore zyrtare, do votimi në parlament do një muaj gjys kanë kohë. Beçi, gjitha kjo që po ndodh, mund ta nxefi prokurorin?
e përgjithshme pra Tash të bëj jo që... të përgjithshme, se e përgjithshme s'ka çfarë. Spaku ndjes, prokurorin e posaçme ndjes, Jo, gabon. nuk besoj se nxeh, se janë prokurorë që veprojnë me objektivitet në bazë të Po erdhe provave. para nxefi se nga pezullimi është shkojnë provash, në është. Jo, po ka lidhje me provat, ka lidhje me njëhetin, ka lidhje me disa të kërkesa dhe përgjigjet më kritere, ashpër, nga pra. pikpamja objektive, tash nuk është ju lojë po këtu. kërkonit na kufizoni, ja Po t'ishte lojë kështu. Jo, në qënë se do të binte në këtë pozitë nuk edhe shkoj. prokuroria e posaçme do të krijonte pastaj një problem vetjak, se do dilte jashtë formatit. Nuk bie, nuk ligjor. qëllon. Nuk ishte mund të politik. intimidohet, Mos se ky është harrojmë se intimidim. kemi dhe një gjykatë që do Pikërisht. vlerësoj. E dyta, ky është problemi, që shumica nuk shkon aty ku është problemi. Kur problemi është kaq Gjykata, procese. jo prokuroria. Po pra, kaq procese të hapura ndaj eksponentëve që janë në drejtime të larta të ekzekutivit dhe të institucionalizmit të vendit, nuk kanë shkuar në gjykatë, po janë ende në prokurorinë e posaçme. Dhe ky është një Janë problem. hetim para prak, po, e kuptoj. Po kjo është Ska vajtë për gjykim. Ai është problem i tërë sistemit I sistemi, drejtësisë. po këtu Është problemi i sistemit që nga 2017 a 2018 Po pra, kur kur filloi hyri të në fuqi implementohej sistemi- dhe ne po shohim që janë disa elementë të cilët e bëjnë procesin e pa rregullt ligjërisht, sepse zvarritet pafund, shtojnë masat e sigurimit, prishin atë balancën që thuhet 57 para burgos, 57% janë para burgosur, pjesa tjetër janë dënuar, është një balancë skandaloze, po që rrjedh si pasojë e ngarkesës në punë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, e mungesës infrastrukturës, e një reforme Nëse të do pa të kthejmë e te një pyetja reforme mu kthe. e një reforme Pra, të mund shohim një pamenduar përplasje mirë dhe si institucionale. përfundim fakti që nuk jepet drejtësi në kohën e duhur tregon që ne duhet shohim më shumë edhe te gjykata, edhe për një problem tjetër. Kemi diskutuar shpesh prokuroria. Prokuroria është një palë që kërkon. Prokuroria është represive, është gjithmonë në sulm. Ne duhet shohim sa bindse, sa garantuese, sa objektive kemi gjykatën, dhe të çmendet prokurori. Po themi në thonjza. Po kemi një gjykatë e cila ma gjen të drejtën. Tusht. Prandaj dhe shumica është treguar shumë e kujdesshme, nuk ka në një konflikt me gjyqësori. Madje opozita në këtë pikë ka recidivizmin e vet, se ka pasur në stigmatizim gjykatës të veçantë në proceset e veta. Shumica nuk ka shkuar deri aty. Konfliktin shumica deri tani duhet sikur e ka me prokurorin. Shumica e ka me ato ndërtimet pa leje me emra gjyqtarësh. Nuk kemi asnjë konflikt me Mirë, asnjë pushtet. tash ju nuk keni përmendur nominalisht emra, po Kampionori tonë nuk do përmendim mas herë. Gjeli me qira fele. Jo, nuk ka Si ka pasur avokatja? jemi tërësisht parimor. Ajo prokurori që bën gjyqin Me radhë. Doja Shqipa bledi me radhë. të thosha diçka.